الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, fillimisht e lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allahu subhanahu wa taala na e lehtëson agjërimin e këtij muaji të begat të Ramazanit. Allah na jep shëndet dhe vullnet, na jep takat për t'i mbush këto ditë të mëdha me punë të mira dhe punë të mbara. E lutim Zotin e Madh që Allahu na nxjerr të pastruar dhe të larë nga gjunahet dhe gabimet që i kemi ne gjatë 11 muajve të çdo vitit. Nuk kemi mundësi me fol për vlerën e as një lloj pike të Ramazanit, megjithse ka përshtatshmëri të tjera të sa do t'i përmendim vlerat e Ramazanit. Andaj për shkak se tema është shumë e gjanë, tema me shumë dek, do të fillojmë më njëherë me izin e Allahut subhanahu wa taala, ashtu që dhe sikur që e kemi publikuar se do flasim për një pejgamber, për pejgamberëve të mëdhenj të Allahut subhanahu wa taala, ai është Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Të ndëruar xhamat, sikur që folëm për Musain alayhi salatu wassalam si pejgamber i zgjedhur i Zotit Gjelle Gjelalu, ulul azm, dhe pejgamber shumë i përmendur në Kur'an. Njështu kemi përmendur edhe Jusufin alayhi salatu wassalam si një pejgamber i cili Kur'ani ja ka veçuar një sure, një ndër pejgambert të cilët Allahu subhanahu wa taala ka bërë shtylla e pejgamberëve, shtylla e Islamit, madje është pejgamberi i dytë në renditjen e pejgamberëve mas pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të flasim me izin Allahu te bareke ve teala duke i prek të gjitha anët e rrëfimit, të gjitha anët e jeshkrimit, çfarë ka të bëjë me këtë pejgamber dhe cila është arsyeja se ky pejgamber është i dyti pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pse është emërtuar si baba i pejgamberëve. Ibrahimi alayhi salatu wassalam, të nderuar xhamat, na lidh neve shumë ngushtë me Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga se është Ibrahimi baba i tij në kuptimin e gjyshllëkit, në kuptimin e atërisë historikisht, ndërkohë që nuk është baba me një herë i parë, por është baba i tij na Abdullahu. Mirpo të gjithë pejgambert rrjedhin nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Andaj Zoti i Madh te bareke ve teala njerëzimin e ka ndarë në 3 etapa. Etapa e parë është etapa e Ademit alayhi salatu wassalam. Andaj Ademi është baba i njerëzimit, baba i birëve të Ademit. Andaj ne i themi biri i Ademit, se kritjena të Ademit. Andaj baba i parë i njerëzimit është Ademi alayhi salatu wassalam. Baba i dytë i njerëzimit është Nuhi alayhi salatu wassalam. Nuhi alayhi salatu wassalam është ai i cili ka shpëtuar Allahu nga populli i vet zullumçar dhe pabesimtar dhe kanë hip në anije dhe prej tij ka vazhduar njerëzimi. E pastaj i treti bab i cili është bab i njerëzimit është Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam janë prej Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ibrahimi alayhi salatu wassalam i ka pas 2 djem, Ishakun edhe Ismailin. Ismaili është djali i madh dhe Ishaku është djali i vogël. Prej Ishakut janë të gjithë pejgamberët me përjashtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj historia kështu është, krijoja atje në perceptimin tan. Ademi i pari, masane vjen Nuhi alayhi salatu wassalam. Pastaj trashëgohet Ibrahimi alayhi salatu wassalam, pastaj te Ibrahimi ndahet Ismaili dhe Ishaku. Te Ishaku vin krejt pejgambert të cilët janë quajtur bijtë Israilit, apo bijtë Israilit. Ismail alayhi salatu wassalam me njerë djemë të parë s'kan pas pejgamberllëk. I fundit për e tëre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ku takohet Muhamedi alayhi salatu wassalam me bijtë e Israilit, takohen tek Ismaili, nga se Ismaili është vëlla me Ishakun. Andaj janë djemë të agjës në rajt e para. Për këtë arsye, edhe sot i shohim edhe shumë prej tendencave të cilat dëshirojnë me luftue fenë Allahu subhanahu wa taala, megjithëse Allahu e ka garantuar Islamin, bëjnë thirrje që të pajtohemi tek Ibrahimi, dhe të shkrim dallimet duke
quajtur një fe të re e cila quhet feja abrahamike. Domethënë feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, mirë po duke i shkri dallimet. Çka i bie duke i shkri dallimet? Duke mos qenë Muhamedi alayhi salatu wassalam pejgamber i veçantë i njerëzimit, dhe duke mos e pranuar ata se është obligim për ta ndjek rrugën e tina. Për këtë arsye do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala në një muaj Ramazan se kush është ky njeri, pse e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, ku ka jetuar, çfarë do të thonë emri i tina, sa është i madh në Kur'an, dhe cilat janë surrat të cilat e kanë veçuar historinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamat, s'ka musliman në dunja që nuk e përmend Ibrahimin alayhi salatu wassalam në adhurimin e tina. Andaj domosdoshmërisht apo sunnet, pavarësisht dilemave të ulemave, ne kur shkojmë në teshehud, pra ne kur falemi në adhurimin më të madh mas shahadetit, mas fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, vjen namazi, pastaj vijnë të tjerat. Në namaz e kemi një pjesë që quhet pjesa e teshehudit, kur ulemi dhe i thojmë tahiyatet. Pas tahiyatet vijnë salavatet. Në salavate Allahu subhanahu wa taala ja ka obliguar çdo muslimanin det kiametit me përmend një Muhammed alayhi salatu wassalam dhe dy Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Aq ngushtë jemi të lidhur me këtë pejgamber të Zotit te bareke ve teala. Çka themi në salavate? Themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Pastaj Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Domethënë na Ibrahimin e përmend me çdo namaz, qoftë fars, qoftë nafile. Shiko sa ngushtë jemi të lidh me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo sabah edhe çdo akşam çfarë ka thënë? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina wa ala millati ebina Ibrahim. Ne e gjetëm sabahin në Islam, në shahadet, edhe në milletin e babës tonë Ibrahim. Do shohim çka milleti e Ibrahimit, me lein Allahu te bareke ve teala, që i bie të ndërum xhamat se këtë njëna Ibrahimin si emër. Mirë po ne dëshirojmë që të ndalemi pak më tepër me ajete, me sure, me fragmente nga fjalët e Zotit te bareke ve teala, që të detalizojmë dhe të him pak më thellë në historinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E lutim Zotin e Madh që Allahu na jap kuvet dhe shëndet, na i zgjidh nijen e gjuhës dhe na jap koncentrim që të mësojmë nga libri i Allahut subhanahu wa taala dhe nga suneti e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nuk ka më mirë të ndëruar xhamat se muslimani me mësu për pejgamber të Zotit. Këta janë baballarët e njerëzimit, këta janë etërit e njerëzimit, këta janë prisit e njerëzimit. Këta Zoti ka bërë te bareke ve teala navigacion. Këta janë harta ka du të me hecna. Andaj, sikur që e kemi obligim të qojmë salavate në namaz, kështu duhet edhe me ditë për kam më qojmë salavate. Sa është një madh një insan, një njeri që Allahu ta ka bërë obligim ku të falësh, me dhanë Allahumme barik ala fulan, o Zot qof bereqet dhe salavat mbi filane. Do të shohim me izin Allahu te bareke ve teala. Të nderuar xhamat, Ibrahimi alayhi salatu wassalam është njëri ndër pejgambert më i përmenduri në Kur'an, paralel me Musa alayhi salatu wassalam, megjithse ata të zot janë marrë me harfet e Kur'anit, gjerm për gjerme na kanë dalë me rezultat se Musa alayhi salam është më i përmenduri në Kur'an. Megjithse Musa alayhi salam lidhet me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Por çfarë arsye? Nga se bitë e Israilit, të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, janë thirrë te Musa. Janë thirrë te Musa alayhi salam. Andaj do ta shohim na pastaj se si zbret Kur'ani mbas rrethanave dhe si ndahet sheriati mbas rrethanave. 4 gjëra vijnë pejgambert me to. 3 pajtohen këtë pejgambert, një dallohen. Çdo pejgamber vjen me 4 baza të imanit. Të trijat janë pite Ademit deri te Muhamedi sallam këtë një. Veç e 4ta dallon. E para cila imani. Sa i përket imanit këtë njësoj janë. Pite Ademit deri te Muhamedi sallam këtë besojnë Allahun, besojnë melek, besojnë librat, besojnë kader, besojnë ahiret, këtë besojnë njësoj. Apo, kjo është e para. E dyta, morali. Këtë pejgamber thirrin moral. Do ta shohim pastaj në ligjratën e ardhshme se si këta pejgamber janë bazuar këto 3 baza dhe janë dalluar te e 4ta. Pra çdo pejgamber thot s'ban me rrejt. Do të më mbaj lidhje faravisnore, do të më koni drejt, do të kam besnik, do të më dash të vërtetën. Këto janë morale, do të më çojnë i sjellshëm. Të s'ka mundësi me koni pejgamber mi zbrit şeriat, a diçka ju rrejni.
se që ashtu anë rëthana, jo s'ka. Morali është gjëja të cilën pajtohen ata të gjithë. E treta ku pajtohen? Ibadet. Krejt pajtohen me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Krejt pajtohen me boj ibadet Allahu xhelel xhelalu. Mu fal, me dhënë zeqat, me bo haq. E do shohim se Ibrahim a.s. është shumë i lidh për ka u falëm, ka kibla. Që kjo kibla çka? Kibla o drejtimi. Ka drejtomi, ka qabja. Qabën kush e ka ndërtu? Ibrahim a.s. Ti 5 vak namaz e kujton Ibrahimin. 5 vak namaz e kujton Ibrahim a.s. Se qabën kur na falmi ka ajo dhe bojmë haqën ta dhe umra, Allah na mësof të gjithve, Çfar na kujton kjo? Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Dhe do shohim se Ibrahim alayhis salam është shumë ngushtë i lidh me çdo akt të ibadetit të muslimanit. Andaj imani, akhlaqi, morali dhe ibadeti janë këtë pejgambert pajtohen. Ku dallohen pejgambert? Dallohen veç te e katërta dhe ajo është çfarë? Ajo është sheriati në ndëshkime dhe udhëzimet halalit dhe haramit. Për këtë arsye i thonë muamelat. Veç muamelat në shitblerje ka mundësi me dallue, sepse ndikon vendi, ftoft edhe nxet, qytet edhe fshat, shkretin edhe deti, këtë këto dallojnë. Dhe varësisht ku vjen pejgamberi, çashtu vjen edhe sheriati. Çka i bie sheriati? Ka mundësi një sheriat me ardhme më i ashpër në ndëshkime. Vjen një sheriat tjetër më i butë, se karakteri atij njeriu to çashtu. Do shohim pasaj me lenin Allahu te bareke ve teala pikat e përbashkëta dhe pikat ndarësen mes pejgamberëve dhe ato të cilat janë të njëjtës vi. Ibrahim alayhis salatu wassalam të ndëruar xhamat është i përmendur në shumë sure në Kur'an. Do t'i citoj me lenin Allahu te bareke ve teala, nga se na duhet kush don me e përcjell pak mangat ngjarjen, le ti përcjell. Na do ta kallëzojmë shumë. Sot e kemi me surën Al-An'am, surën e 6 në Kur'an, dhe e marrim prej kësaj sure dhe e debatojmë dhe i nxjerrim mësimet. Andaj ekip më përpara dhe ekip më të përshtatshme për ta ndjek ngjarjen e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Tani do ta bëjmë një hartë të shkurt se për çfarë do të flasim. Edhe nëse na përmendon koha do të përmendim disa prej vlerave të Ibrahimit alayhis salatu wassalam, emrin e tina, çka të na përmendon koha, domethënë tema është shumë e gjanë, materiali është shumë i madh, mirë po do të mundohemi që t'i shoqërojmë krejta historitë me mësime, se qëllimi i fundit të ndëruar xhamat nuk është me ja ushtuar juve në informacion. Se fundi mulësh me vetë edhe internetin, edhe chatin, edhe Google-ën, i thu kallzom diçka për Ibrahim alayhis salam, mirë po ideja çfarë është? Është të nxjerrët mësimi, që ai mësim pastaj të jetohet, ai mësim të kalon në moral, në akhlaq. Tash jena, të ndërum xhamat, na xhërim e kupton se feja nuk ka muhabet. Na elhamdulillah jena xhërushëm, Allah inshallah pranon pe neve. Mirë, por kjo çka të kallzon? A mundna na veç me fol për xhërimin? Jo, do të më lan bukën, do të më lan ujin, do të më lan marrëdhëniet intime, a do të më përmirësuan në aspektin moral. Për këtë arsye, ne sado që flasim, nëse skalon ajo në vepër, nuk ka mana. Veç kur të kalojë në vepër, veç kur ti çohesh në syfir, vetëm kur ti s'habuk ta ditën, veç kur ti falesh, veç atar merr feja kuptim. Por ndryshe jet muhabet Facebooki. E lutim Allahun që Allahu na i ban fejen tonë gjak e shpirt, na i ban mendjen tonë e fizikun tonë që të lidhemi mirë me fejen Allahu subhanahu wa taala. Gjëja e parë të ndëruar xhamat që do të flasim për ta është se ku ka lind Ibrahim alayhis salatu wassalam, cili është emri i tina, ku është vendi ku ka kaluar pini vendit në vend tjetër. Do të shohim pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala, do të shohim se në çfarë rrethana ka jetu Ibrahim alayhis salatu wassalam, pra si kanë jetu njerëzit të Ibrahim alayhis salam, çka kanë punuar, si janë nda klasët e njerëzve, cila ka qenë gjendja shoqërore, sociale, arsimore, politike, shtetërore, mbretërore. Këtë do të shohim ku a gjind Ibrahim alayhis salatu wassalam. Se kitë këto pastaj e bëjnë më të qartë se çfarë ka bëu Ibrahim alayhis salatu wassalam prej thirrjes në rrugt të Zotit te bareke ve teala. Pastaj do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se ku është pozicioni i Ibrahimit alayhis salatu wassalam mes këtij pejgamberëve. Pse u dallu ky? Pse nuk ka më i madh se Musa se Ibrahimi, pse Isa, pse Sulejmani, pse Davudi, ka shumë pejgamber. Do të te bareke ve teala do ta shohim veçorinë e Ibrahimit alayhis salatu wassalam në raport me pejgamberët të tjerë. Do ta shohim pozicionin i cili e ka dallu, sikur që e ka dallu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala se cilat janë veçoritë e këtij pejgamberëve dhe dallimet e tyre nga të tjerët prej njerëzve. Pra a arrihet pejgamberia me të lexuar, me studiuar? Jo.
Do më thonë, sa dush me lexu, sa dush me mësu, së mbash pejgamber. Pejgamber bash veç kur Allahu xhelata ta shpall me dëshirën e tij shpalljen e tina. Gjithashtu do shohim me lein Allahu te bareke ve teala se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka marrë një hise të madhe në surët e Kur'anit. Dhe për dallim nga Jusufi alayhi salatu wassalam, Ibrahimi alayhi salam vjen sure. Pse sure? Që çdo sure që të lexosh të kthehesh te ky, për rëndësinë çka ka. Për shembull ti Jusufin alayhis salam e lexon, mshelet edhe u kri, sepse nuk është e përshtatshme edhe për shumë skena. Ibrahimi alayhis salam është shumë i rëndësishëm që çdo herë, çdo sure ta kujtosh Ibrahimin alayhis salam. E Ibrahimi është simbol i një varg punëve. Ti çdo sure që lexon, thot Allahu "Wadhkur fil kitabi Ibrahime". Përmendej edhe Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Për çfarë arsye? Për shkak rëndësisë që ka Islami dhe tauhidi. Të besosh në Allahun subhanahu wa taala një, dhe ta pasosh Allahun xhelel xhelal në besimin tan prej shirkut dhe ortakut, sikur që do ta shohim me lein Allahut te bareke wa taala. Do ta shohim se Allahu subhanahu wa taala në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam ka sjell çdo send që i duhet një shoqërie dhe një komuniteti për të shpëtuar me veprat e tyre të Allahu subhanahu wa taala. Andaj i vetmi pejgamber që Zoti ma te bareke ve teala, megjithëse është ma poshtë se Muhamedi alayhis salam, i vetmi pejgamber që Allahu xhai ka thënë, shkoi mas Ibrahimit. Domethënë në Kur'an nuk e kemi që i thot Allahu subhanahu wa taala pejgamberit ton alayhis salatu wassalam, shkoi mas Musait, shkoi mas Isait, shkoi mas Davudit, shkoi mas Nuhit, jo. Fattabi' millata Ibrahim. Shkoi mas kujna? Miletit Ibrahimit. Dhe këtu pasaj djetarë kanë diskutue si ka mundësi mi thonë dikujna i cili o maj madh vetë veti, shkoj pasit i dikujt i cili o pak maj vogël saj, që i bje farë. Muhammed e o maj madh se Muhammed a.s. Ibrahimi është pak minjar mas tina. Me gjitha ta Allah ka thonë shko mas Ibrahimit. Por çfarë arsye? Do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala në vendin e vet. Do ta shohim për shembull në surën An-Nahl, në surën Al-Anbiya, në surën Al-Baqara, në surën Al-An'am. Do t'i përmendim me lein Allahu te bareke ve teala. Do ta shohim në disa prej sureve të Allahu xhelala e ka veçu Ibrahimin alayhis salatu wassalam me debate dhe thyrje të bazës së shirkut dhe ortakrisë të besimeve të kota të popujve të tjetër. Ibrahimi alayhis salatu wassalam, do ta shohim të ndërum xhamat, ka lind në Irak. Iraki o vendi më i nxehtë i këtë tokës, sikur që është vendet e Bashkimit Sovjetik të Rusisë, vendet më të ftofta apo Siberia e Andej. Mirë po, Iraku me pjesë disa sot të Kuvajtit janë vendet më të nxehta në botë. E pastaj do ta shohim se nxehtësia ndikon tabiat. Nxehtësia ndikon në tabiat. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka sjell një varg debatesh, herë me babën e vet, herë me mbretin vet, herë me popullin, herë me lloje të ndryshme të njerëzve që është ballavaçu Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Për shembull do ta shohim në surën Al-An'am, ku ka debatu me to për bazën e shirkut. Ku ka debatu, a është ylli Zot, a është hana Zot, a është dielli Zot, dhe se si kanë poshtë ata. Pastaj do ta shohim në surën Maryam, se si ka fol me babën e vet, se baba i tij Azeri, baba i tij o kon prodhues i idhujve. A mundesh me paramendu Saran e ka pas Ibrahimi alayhis salam, dhe shiko Allahu xhelel xhelalu se si e bani sikur te Musa alayhis salam, që faraoni me rrit, as ka ia thije kokën, pra shirkun. Faraon llokin edhe fabrikën e prodhimit të idhujve ka pas baba Ibrahimit. E baba Ibrahimit alayhis salatu wassalam është ballavaçu dhe janë kon te irakiant. Do ta shohim se fjala Irak i bie nxat i madh dhe djers. Arak o kur njësitësh irakian pinzatit të madh nuk din nja dy, qështu edhe u kriki muhabet, qështu janë nxat ka krija, ndaj dhojnë Iraki kur së shbo pa djerës. Pse? Se emrin e ko qështu i njerës të, sa hero i njerës. Andaj Ibrahimi a.s. është ballavaçu me një varg njerëzish prej tyre me ashpërsinë e babës, i cili ka thonë mos e gjuj me gurë të mys, nga ashpërsia e madhe. Apo do shohim se Luti a.s. djali Mijës, Luti a.s. i cili është ballavaçu me problem tjetër. Luti Ibrahimin e ka, çka e ka? Mijë. Do në është djalu i vllaut. Luti është djali i vllaut, i vetmin tokë i cili i ka besue Sara edhe Luti.
alayhimas salatu wassalam. Dhe Allahu xhallahu lutin e ka bë pejgamber në pjesën e Shamit të Jordanit. Mirë po ata kanë qenë tjerë, Siria, Jordani, Libani, këto pjesë janë më të buta. Palestina, ndërsa Iraki është vend i ashpër, vend i nxehtë. Dhe kjo ndikon pastaj në tabiatin e tyre. Në surën Maryam, në surën Al-Anbiya, në surën Ash-Shu'ara, në surën Al-Ankabut, në surën As-Saffat, kur të ballafaqohet Ibrahim alayhis salam me evlat, pasi Allahu ja kalon krejta fitoret, pastaj fillon me ndërtue. Nga se gjithmonë vëllezër ndërtimi bëhet në dy baza: rënim dhe ndërtim. Rënim dhe ndërtim. Rënohet e kota, ngritet e vërteta. Kjo është gjithmonë Kur'an. Që kjo thot zban, që kjo ban. Rakia zban, langi ban. Derri zban, lopa ban. Pra halali është alternativ e rënohet harami. Andaj Ibrahim a.s. pasi e pastroi oborrin, çfarë bani? E ndërtoi të rejen, që kështu duhet. Apo, andaj ballafaqohet tash me botën e re, familjen e re. Dhe Allahu subhanahu wa taala tash e sprovon familje. Dhe e sprovon me Ismail a.s. ku e detyron, a mund të panamendon të shohim, e len Ismailin Mekke, në shkretin, mit disë shkretin e le. Edhe e ndërtojnë qabën, apo para prakisht, e bëjnë një familje të vogël aty me Haxherin prej Egjiptit, edhe her pas here e viziton, dhe veç shkon ja jep ka një urdhë dhe kthehet. Apo, nuk rrim me ta, veç ja jep një urdhë dhe kthehet. Dhe njerë për herëve i thot, ka marrë me të prej. A mund që para me u të ashtë jetunej të shpia, edhe me arë baba, se ke pat në ngurbet a konë 30 vetë, edhe veç thot, ku marrë me të prej. E që i thue ti? Ku marrë me të prej? O ti me të arë dhurata, me të rruthu ka dale, ka të zonë pak më herët. A i ka arë, inni ara fil menami, enni edhe bahuk. Ka thonë të kumë paune në ndër me të prej. Ka thonë i falë më të umër, banë të këdush. Qështë ka thonë Allahu që shtu bane? Së shfamilje për nga mërë. Nuk kanë hajgar aty. Qështë ka thonë Allahu që bane? Do të shojmë me lenë Allahu të bare kjo e tëla, se kita të sakrifica janë se sot na historikisht kemi vazhdu me qenë musliman dhe drejtohemi të qibla. Allah na mësot më u drejtu dherë në fund të jetës tonë, ja Rabbal Alamin. Do të shojmë me lenë Allahu të bare kjo e tëla, se si Ibrahim a.s. i ka fituar të gjitha debatet me poplin e vetë, me babën e vetë, me familjen e vetë, e kështu me radhë me izin Allahu te bareke wa taala. Do të shohim në izin Allahu te bareke wa taala se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam e përdorte logjikën dhe argumentin praktik për t'i rënu idhujt. Her me goj, her me debat, her me ballafaqim konkret. E mirë ke hekrin dhe i thejke idhujt. Do të shohim me lejnë Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu do të shohim me lejnë dhe izin Allahu te bareke wa taala se si ka ndodhur që Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka debatuar me arrogantin më të madh dunjajës, Nemrudi është njëri nga njerëzit që e kanë udhëheq botën 400 vjet. I ka shti njerëzit mi bë sejdë natë e ditë para tina. Dhe Ibrahim a.s. e ka debatu këtë njeri. Dhe s'ka zënë se Allahu Gjellewala ka bo pejgambert njerëzit fort, me debatu me mbret, që s'kan guzu njerëzit me e këshyrë nësi. I kanë bo ibadet, sejtë i kanë ra, ruku i kanë ra. Ibrahim a.s. i ka thonë si e zot, dhe ka bo debat. Andë thëtë Allahu te bareke ve teala, elem tëra ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi. A ke pati atë njeri cili o shti me Ibrahimin kush o zot? Dhe shikoni të ndërum gjemat, të gjujidin kër e mësojna Kur'anin me ledzu, njerë jam mësojnë shkronjat, pasaj kitë të gjujid. Qka i bje të gjujid? Të gjujid i bje me qitë në gjade. Të gjujid, gjëvede hu, është me e ba gjade në vi, shkronjën me nëzirë, pa asë një gabim. Edhe në atyri regullat të gjujidit ka dikun shkronja ngritët larë, zanore ngritët poshtë, dikun 2, dikun 4, dikun 6. Te fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, vinere do të shojnë pasaj këtë zahmet që ka bos Ibrahimi. Shiko si shlezohet Kur'an, elem tara ila alladhi hajj Ibrahim fi rabbi. Pse ngritet 6 zanorja, 6 shkallë? Se zahmeti polemikës o i madh, me mbrata të full. So njështë do të ajdi të na ai mëse mort një detyr një post vogël. Thot, nuk preket më, e ki po që që heci nuk dhe? E keni pas që që në udhe? Hez me ka pa dajlëk, me dhe me ki madh. Me kon pak manalt minister, me kon kriminister, anë fund, për shemë Allah, i 1 milion vetave.
Para më në njerëz për shembull që janë gjymsën e tokës e ka. Gjymsën e tokës e vetja. Apo 2/3 e tokës e vetja. Njerëz ti bojnë sejdë natë ditë atina. Dhe zguxon kit me armë mbrojnë, me kit armatimin më të madh. Dhe vjen Ibrahimi alayhis salatu wassalam, edhe i kallzojnë se çikiz leçis ban sejdë dhe thotë si je Zot. Edhe ti ka lind nata. Edhe ti kimë dek. Dhe ka thënë baba ka. Do më nga ta shumë. Sigur faraoni që ka marrë Musa alayhis salatu wassalam, andaj përsëritën ngjarjet me ndrimin e personaliteteve. Pastaj do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam në surën At-Tauba, në surën Az-Zukhruf, në surën Al-Mumtahina i tregon Allahu te bareke ve teala se si Ibrahimi i ka nda vijat e fejes. Çka duhet e çka s'duhet. Kanë duhet me dasht e kanë s'duhet me dasht. Cilat janë vijat e miletit, cilat janë vijat e fejes, cilat janë vijat e tauhidit. Do të shohim pastaj me lein Allahu te bareke ve teala. E kemi përfshirë në surën Tauba, pastaj e kemi në surën Az-Zukhruf, pastaj e kemi në surën Al-Mumtahina. Do të përcjellim me izin Allahu te bareke ve teala. Këtu tani Ibrahimi alayhis salatu wassalam i ka nue çfarë? Themelat e fejes vet. Themelat e Islamit Allahu subhanahu wa taala. Pastaj do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala se si Ibrahimi alayhis salatu wassalam u kon shumë i butë. Dhe Ibrahimi emrin e ka në gjuhën siriane, apo çka i bie Ibrahim, do të përmend nga Ibn Qayyim al-Juzeyy, në gjuhën surjanije i thonë Abun Rahim, bab i mëshirshëm. Lexon e mirë të ndërrum xhamat. Ibrahim. E lexon bab. Rahim, në gjuhën arabe. Baba i mëshirshëm. Andaj këtë bab mëshirshëm Allahu xhelalu ka bab këtë pejgamberve. Pse? Se është baba më i mirë mas Muhamedit alayhis salatu wassalam. Megjithse Muhamedi sa o kon bab i cili s'ka trashëgue e vlat burra. Pse s'ka trashëgue? Se është vula e pejgamberve. Apo, ata që s'kan kon vula e pejgamberve kanë pas e vlat. E kjo është vula e pejgamberve, andaj Muhamedi alayhis salatu wassalam 4 çika i kanë jetu, 3 i kanë vdek pi mashkullve. Pse? Se s'ka më pejgamber mas tina. Shiko veç çika ka lan edhe sa fitnë u ka bo. Hasani dhe Huseini janë bi djem të Fatimës. Megjithatë, për shkak të fitnës të madhe të vlatëve, edhe pse vijnë ka çika, një grup komplet ka devijuar nga rruga e Zotit te bareke ve teala, të se thon Shia. Dhe se thonë ana me Hasanin dhe Huseinin, Ehlul Bejt. Shiko që kjo fitnë u ka bëhe. Dhe urrejnë Ebu Bekrin dhe Omerin. Dhe kanë probleme me një varg sahabe. Me pas Muhamedi sa gjallë, me pas rrit. A di çfarë fitnë e madhe i shkon? A di çfarë fitnë? A di çka i kishin bërë atina pastaj? Kush o me tije, on haku ekstu më radh. Andaj Allahu ja ka vdekit të vogël që mos me pasë me met Muhamedi alayhis salatu wassalam, sikur që ka thënë Allahu te bareka në surën Ahzab, ma kana Muhammedun aba ahad min rijalikum. Muhamedi sa nuk është baba i asnjë burrit pi juve. Mashkull po, burr s'ka mri asnjëri me u bë. Do ta shohim se si Ibrahimi alayhis salatu wassalam të ndërum xhamat ka qenë shumë i butë. Dhe kur është lajmëruar nga ana e melekëve, si ka pas 2 gra Ibrahim alayhis salatu wassalam, Sarën, e cila ka gruaje e lirë, gruaje me nder, gruaje e madhe me fis, Sara. Dhe ajo është emër internacional Sara, për shkak se Ibrahim alayhis salatu wassalam është i pranueshëm te këtë pejgamber, te këtë popujt, por se nuk e ndjekin rrugën e tina. Pastaj e ka një robresh e cila quhet Hajeri, e cila i jepet dhurat Sarës në Egjipt, dhe pastaj Sara ja dhuron Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Sara ka qenë shtarp, s'ka lind. Hajeri ka lind. Po për shkak se ortaklëki shkakton telashe, a detyrue me hikmet Allahu xhelalu me mor Hajerin me çun Mekke, që mu bë pastaj atje çabja, për me largu pi Sarës. E pastaj pas një periudhe Allahu xhelalu i dërgon melek Ibrahimit alayhis salatu wassalam për 2 punë. E para, i thot gruaja jote ka me pas e vlat. Ajo ka thonë, unë e plak, u bana dërisa s'kam pas e vlat. A gjuz, unë e mo jam plak. Edhe fëdhahiket, edhe ka kesh ka të shkeli të volvo, në dërisa s'kam pas e vlat, e po kam tash. Allahu xhelalu ka thonë, u kriki muhabet, ki me pas Ishakun. E që ka ndodhë, dhe ja ka ndodhë një lajm tjetër. Ka thonë djali vllavit tan e ka kry mesazhin. Luti, Jordan.
Andaj do të zbisim azapin për ta. Do të zbisim azapin për ta. Ibrahim a.s. ka bo polemik. Dhe aty ka dal mysafirulloku dhe pritja dhe mikpritja Ibrahimit a.s. Ibrahim a.s. e ka pas regull: çdo mysafir që ka vjen mish mi nxjerr. Çdo mysafir që ka vjen mish mi nxjerr. Ibrahim a.s. më konë shumë i pasur, o konë bab edhe i pasur, zengin. Palestina, çka ka pas dele, konë Ibrahimit. Palestina, çka ka pas dele, këtë e kanë ditë se këto janë të Ibrahimit a.s. Andaj çdo mysafir që ka ardhur, ja ka preka një viç. Apo, dhe ju ka dhënë me hangër. Kjo ka qenë, andaj thon Ebu Dhifen, baba e mysafirllokit. Ky sikur që di me të prit, kur kush di me të prit. A mu që vara mu çdo mysafir që ka të vjen, ti ka një viç me e prej. Kjo është mesela e madhe. Po njëri me gjithë ta qenë një qajta qetë dhe dhëtë, shka ardhë ky? Haj viç ka prej, viç për çdo mysafir. Po këta që nuk ko çështja veç mu thirr te Ibrahim a.s. Po duhet me ndjek rrugën e tina. Allah na mëson me ndjek ja Rabbul Alamin. A dhe da shojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala se si ka polemizu me melekt, si i ka ardhur lajmi se kime pasë një djalë Ishakun alayhi salatu wassalam, dhe se si i është lajmëruar se do të bëhet një dënim, një pjesë të tokës e cila është Jordania. Xhibrail alayhi salatu wassalam e ka ngrej komplet ngjarjen, komplet popullin e Lutit alayhi salatu wassalam dhe e ka shkatruar. Këtë do ta shohim në surën Hud, e do ta shohim pastaj në surën El Ankebut. Gjithashtu në surën Dhariyat ne ka treguar Allahu te bareke ve teala misafirllokun e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Të ndëruam xhamat e të mor përgjithësi hart. Çka kena me fol? E nes detaj për detaj. Do në gjë ngjarje marrim dhe e detalizojmë dhe e çmentojmë me izin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu do flasim me lein Allahu te bareke ve teala nga pjesa pas pjesëve të debateve me njerëz, me pagan, me mbretëri, me melek, me ardhen e Ishakut alayhi salatu wassalam. Pastaj fillon belaja tjetër, belaja e ndërtimit. Do flasim se si Allahu subhanahu wa taala e ka sprovu në vlad, e ka sprovu shumë. Kur tham shumë të ndërum xhamat, ai çka ka e vlad e di. Veç menoje me të ardh një urdhër. Para mendo tash na bollin aty na shoh xhallart, tu ju thon njerëzve këshirni fëmit. Apo kote aty na shoh portale, media, apo ju pishtini mu fal, pishtini mu vesh, pishtini me bë mirë. Para mendoje veç çfarë lajmi bombastik i shkon për globin, me dal një hoxh me thon, hoxha tha si dush me inxhelat për e gjalin. A mundi me para menu mo domo çka debati mund të më bëhe. O janë Kur'an shkruan, si dojnë me bën lajm, top lajm ta morrin në Kur'an e ta lexojnë. Inni ara fil manami anni adbahuk. Apo Ibrahim a.s. ka volë gjëllën e vetë, ka thonë, o gjëllë jam, urdhëm ka orë me të prej, me thik, me të prej. Apo, a në vëzër, mos u joshnu dhe mos u provokoni dhe mos u përgjithë një ngacmimeve të medjave, të cilët vazhdimish i rinë gati, islamit, veç islamit. Kërë gjujtë që të rëskan nevoj me nejtë gati, se veç kjo në feje gjallë. Apo, a mune paramenu me morti një urdhër kështu? Se pi 3 vlatve, hajmi pas 10 në të kalumë, se shtash më këtë me kinez mode ka 2-3. Paramenu pi 3-ve, ti me nëzi që ato 3, me 100.000 gazepe, njënë me thonë preje. Cëllin e prejtë? Dhe bela e madhe, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idhi bitala Ibrahim rabbuhu. Ibrahimi, shiko, qaq belaja akon e madhe, Allahu kërë ka zbita jetin, ka thonë, wa idhi bitala Ibrahim rabbuhu. Fjalia në gjurë arabe, po dhe në gjurë tjera, vjen ndryshe. A di që është fjalia, Kur'an, Sura Bakara. Kur Ibrahimin e sprovoj shumë Allahu, që shë fjalia më rënë? Cëli ven janë fjali? I madhi a i vogli? I madhi. Fjalia o kështu du të me kanë. Kur Zoti i madh e sprovoj Ibrahimin, s'ka arë qështu, kundër të nga arë. Kur Ibrahimin e sprovoj Zoti vetë. Pse ka arë kështu? Kanë thonë komentatorët, nuk ndronë fjalia në Kur'an poshtë për një rëndësi. Rëndësia cële sprove madhe. Sprove madhe. Preje gjallin, preje djalin, thera me thikë. Dhe Allah e ka nëllë thikën, sa e ka vënu thikën për ta prej. A në da shojmë se pik këtu ka vënis, pastaj kahja historijës ka ana tjetër. Dhe da shojmë se si Allah u gjilaj ka bo imam të njërzimit. Dhe pastaj i ka thanë, inni gjailu kelin nasi imama. Ketë njërzimit ka imam. Andët i thu Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejti ala Ibrahim. Imam, për ketë njërzimit. Pastaj qëfar i ka thanë? Pastaj i ka thanë ndërtoj e qabël.
E ka ndërtu Ka'bën Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj ka bëu dua. Dhe pastaj ka lënë testament e vladëve vet. Em kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allahu ju thot, a i nikon ju dëshmitar kur ka vdek Jakubi alayhis salam? Çka ka thon? I ka thon bijve të vet, ma ta'buduna min ba'di. Çka keni më adhuru pas meje? Çish janë përgjigj bijtë e Jakubit? Kan thon, na'budu ilahak. Do ta adhurojmë Zotin tan, wa ilah abaika, dhe Zotin e baballarëve tu Ibrahime, Zotin e Ibrahimit, Allahu subhanahu wa taala. Po këtë arsye të ndërum xhamat, ndërtimi i Ka'bës dhe ndërtimi i një kible për krejt njerëzimin është kush? E ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pastaj ka bëu dua Ibrahimi alayhi salatu wassalam që Zoti i Madh xhel xhelalu bitë vet mos milon pa pejgamber. Dhe më të mirin për tyre ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, unë jam duaja e babës tem Ibrahimit. Pra i ka qudur, të e ndërtu Ka'bën bashkë me gjallin e vetë. Dhe kur shkonin Ka'bë, kush ka në di haq, edhe din emocionin. Ai që ka e njef Ibrahimin ka ma shumë emocion. Ai që ka e njef Muhammed e Sam ka ala ma shumë emocion. Kush ka që gje në Ka'bë, pak ma ane, është tash e regullume, e ndërtume, e ndryqume, i thujnë maqamu Ibrahim. Maqami Ibrahimit pëlqejet mi falë dy recate. Pse mi falë dy recate? Se në qaty i ka ngrit kam, qaty i ka ngrit kam, o ngrit në ta, edhe i ka thonë Ismailit ami gurzit. Dhe i ka ndërtue, e ka ndërtu Ka'bën. Ka'bën dhe ka ndërtu shumë thjesht. Sot normal është bo pak ma e avancume, mirë, por në kohën e Ibrahim e Sram o kanë shumë e thjesht. Andaj tu e ndërtu Ka'bën kanë bo dua, Rabbena taqabbal minna, o Allah bana kabul bineve. Pastaj ka thënë Rabbena waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ka thënë o Allah, mua dhe gjalin tëm banëm musliman. Bana këtë dua të ndërum xhamat, sejdë, e kudo që ban dua. O Allah, mua dhe gjallin tem me gjemë të mi banën musliman. Sepse gjallin edhe qikën së të i banë ti musliman, po i banë Allahu. E me të banu doajen, Allahu të arun e vladën, Allah i ruft e vladët të tonë, ja Rabbel Alemin. Andaj banë doa, Allah, banë musliman mua, edhe e vladët të mi. Pasaj, dhe kitë pasarës të mi bani musliman. Pasaj qëfar ka thanë? Wa erina manasikena. O Allah, kalzo qish me të adhuru. Sepse, unë i kum pa popu që shkanë dhalashit. I kam pa popujt e devijum. Njani adhuron dillin, njani adhuron hanën, njani adhuron yllin, njani adhuron Afroditën, njani Jupiterin, njani Marsin. Pse i kanë adhuru këto? S'kan di çka me po. Njani adhuron Nëmrudin, njani adhuron parën. E kështu me radhë, erina manasikena, kallzona o Zot, qysh me të adhurue. Andaj haxhi bëhet çfarë? Me ndjekje, jo me men. Me shkutin Ka'bë, edhe mos me pas asnjë hoxh. A di që ka me ba? E hëzdi. Pse? Se ka thonë alayhi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum. Qish kam ba haqën e bani edhe ju? Qish kam ba? Qa ki me ba ati? Nuk e di, ka du të me shkue? Për këtë arsye bëhet me ndjekje. Erina manasikena. Në ka zënë se cilat janë veprat e adhurimit. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala të regon se ka bo dua, Rabbena wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ka thënë o Zoti jam, o Zoti jon, bijve të mi që ju pejgamber, që ja lexon ajetet, Kur'anin, ja lexon librat e Zotit dhe i pastron ata. Ti ki takat, ti e i fuqishëm, ti ki dije. Pasë do të shohim pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala këtë meselën e surën Al-Baqara. Pastaj do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajeteve kuranore se si Allahu te bareke ve teala e ka bëu Ibrahimin alayhi salatu wassalam pjesë të debateve të dy feve përveç Islamit. Që i bie çfarë vëzë? Se jehudit dhe krishterët thonë Ibrahim a.s. u kanë jehudi dhe krishterë. Do shohim se Ibrahim a.s. është figura e cila kush o me ta on hak, kush nuk ka me ta nuk on hak. Allah ka bo mizan, si kanarin. Apo ti ki do altan edhe ki do hekër, do bakër, do argjen. Ama ti thukit kjo altan. Shkon të altangjia i thot piki qitin me 3-4 kg 20 gramin altan. Ty du këto qerat kush kush nëse mizani zë nje. Apo ti ka mundësi me menu që shumë di. Ama kur shkësht e hoxha të djetari thot valla ti ta mermenja po menja nga bëj me kije. Kur shkësht e mizani ti ndronë muhabetin.
Ibrahimi a.s. vija kanari. Andaj për shkak se anë kandari, ata kanë thonë plot për njerëzve, na jena me Ibrahimin. E Allahu xhallahu ka përgjigj në Kur'an, do ta shohim në surën Al Imran, te Allahu te bareke ve teala, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Citat. Ibrahimi as jehudi su kanë, as i krishter su kanë, walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin. Ibrahimi a.s. kanë i pastër pi shirkut, musliman, Allah i nabov këtë me musliman, ja Rabbal Alamin. Pasaj që ka thonë, wa ma kana min al mushrikin, a i sapi mushrikve. Ju thoni njaj tretve, tre i njave. Ata thojnë Musa a.s. Uzeiri, ata thojnë Allahu ka djallë. Allah nuk ka djallë. Andaj Ibrahimi a.s. është mizani i njërzimit. Kusho me Ibrahimin, qaja me Allahu subhanahu wa ta'ala në rrugë të Zotit. Andaj i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, fattabi millata Ibrahim, ndjeke miletin e Ibrahimit. Andaj do shohim me lein Allahu te bareke ve teala të ndëruar xhamat se cilat janë të përbashkëtat mes Ibrahimit alayhi salatu wassalam edhe Muhamedit alayhi salatu wassalam. Cilat janë të përbashkëta? E para, mënyra e jetës. Mënyra e jetës. Çish mënyra e jetës? Baba Ibrahimit ka prodhu idhuj. Familja e Muhamedit alayhi salatu wassalam i ka pas çelsat e udhëheqjes Qabës. Ata e kanë udhëheq Qabën. Që i bie çfarë? Shirkun e kanë udhëheq familja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, këtu e ka dhënë baba Ibrahimit. Nisoj. Pi bijve të tyre ju del rregullimi i jetës. Shikoni këtë përshtatshmëri. Tjetra. Muhamedi alayhi salatu wassalam 40 vjet vazhdimisht ka medituar dhe ka ulumtuar dhe ka përsëritur për Allahun xhelel xhelalu në shpellën Hira. Apo pse kjo vëzër? Ka lyp se nuk diçka nuk kanë rregull. Diçka nuk kanë rregull. Ama pastaj Allahu xhelel ka begatu. Njëjtë Muhamedi, njëjtë Ibrahim alayhis salam. Vazhdimisht pi i vogël, Allahu xhelel ka bë me menu. Baba i vet ka ndreq idhuj. Edhe i ka thonë djalit vet, shko shiti idhujt. A ju kallzova Iraki më pi djersave. Suni thuti babës jo, sa i sakon as i babë. A di çfarë baba ka kanë? Si guxu kur jam i thon diçka kundër. Hiç veç çfarë thoja. Edhe i thon s'du më shitu në idhuj. S'du më shitu idhuj, sa ai s'po fol, as s'po nin, çish me lutën e kët. Ka thon ti në kësi muhabete, lek do muhabete. Kapi idhujt del shiti. I kanë shit idhujt. Në ditë për ditëve i merr idhujt, pizorit del. Hajta të provoj. Edhe del Ibrahim e Allahu xhelal e rum, pi vogël. Ha. Allahu thot pin zvoglim ja kena dhën urtësinë. Allahu ta jep. Çka ka vë? Kanë ardhur mishterit. Kia ka dhënë baba vet do idhujt vogël. Zota, para më në Zotin me marru, robi e marron Zotin. Veç te këto ka. Veç te këto ti dush me mojt Zotin. Zoti në Islam të matije. Përveç në Islamit kitë e mojn Zotin. A ke po? Kitë çka i kanë sloganët e shirkut, ti dush me mojt ato. A fejen? Ja, Allah i neve në ma. A nëna për shemull, a thojna Kuranin e ma hafëzi, a hafëzi e ma Kuranin cëllë, Kurani e runë hafëzin. A kini pa hafëz të shku në rukje mu frin? Hafëz. E ma, këtë Kuranin gjiks, edhe ka shku me frin. Ja, a i s'ka nevoj për pësimat e tua, ja. S'ka nevoj. Se ka Kuranin. Kurani e runë. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kena zbit Kuranin, na e rujna. Të ndërum xhamat. Islamin, a e kena rujt na, a na ka rujt neve Islami? Jo me pas met për neve, as që ki Ramazan s'kishmëria. Ja. Na sa e dojna dinarin e dirhemin, na për parët e tona, interesat e tona, moti kishik Islami. Ama Allahu e runë. Për këtë arsye, veç në Islam Zotin e runë, sa hak, a kitë fejt qera e runë Zotin e vetë. Del Ibrahim a.s. në pazar. Baba ja ka thonë shiti që to idhuj. Edhe si cëllim ishteri që ka vjen i thot, bëjrum idhuj, as nuk nin, as nuk fol, as nuk bandobi. O e ka ardi mishteri, bëjrum idhuj, as nuk fol, as nuk nin, as nuk bandobi. Dhe të nuk shitet kështu. Edhe i kalzojnë babës vetë. Thot qyshbe ti, as nuk, po thot hajtë foli. Hajtë foli vete. Thot qyshbe ti që s'fol. Thot e gjujta një ditë në loqë i thash dilë së në dilke. Shka Allah u që pi i vogël. E gjujta në loqë i thash dilë. Ti vetë për vete së ndel muki me mzera. Po këta që e shika vëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa men jërghabu an milleti Ibrahime illa men se fja nefse. Nuk ik pi miletit Ibrahimit veç a i budalë ka. Ti e gjuhën Zotin lëq, mas pari qysh e gjujte. A gjuhët Zotin lëq? Po hajde pe ka përcejna këta. Po hajde dil. Ka thonë o babë, unë e gjujtë në lëq, a i së ndilke.
Çfarë zoti ki vetën se në mbrojke. Andaj Ibrahim a.s. i ka dhënë Allahu logjik, edhe mënyrë të folmës. Do ta shohim se si ka fol. Ka thonë, apo thoni ç'ki dilli zoti jam, ka thonë, ha dha Rabbi, hajt ta shohim atë ç'ki ka zoti jam. Afrohet akşami, sigur ju shtashena bashkë të prit iftarin apo. Edhe afrohet akşami, edhe ik dilli. Ka thonë, unë si duk të shka hikin. Qysh Allah me të lanë lasë, zoti me të lanë lasë. Ka thonë, unë si duk të shka hikin. Ka thonë, wa in lem jehdini Rabbi, me bo mos me muzu zoti madhi vërtet, ha, une shkatrona. Andë të nërumë gjëma, shiko Ibrahim a.s. ka përdor logjikën e debatit, dhe praktikisht u ka kallëzu njerëzve se si duhet me ditu për të arritë Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetra cila është dalimi e ngjashme mes Muhamedit s.a.s. dhe Ibrahimit a.s. Armiqësia pit ngatmive. Baba vet i pari ka bo probleme, sikur që i ka bo Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam probleme. Tjera se dhe rahmeti i madh mes të dyve. Muhamedi a.s. është bab edhe prind edhe prijes shumë i mëshirshëm. Shumë i ka ndihmë familjarët e vet. Shumë i ka dash familjarët e vet. Ai ka menduar që ata të partë kanë me pranu fejen, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Andaj, shiko, shumë ka bëj istighfar për to. Ebu Talibin e ka lut për gjak thuje shahadetin të baj shefat Allahu subhanahu wa taala. Masje ka përzan Ibrahimin, baba i vet, ha? Ka thonë, ose ka me gurzue, ose hajt, mos i të kanë gjallë, të përzan. E ka përzan. Pastaj që ka thonë, në fund, la astaghfiran lak. Ka thonë, ani, a mune prap ka me bëj istighfar për tije. Ka me bëj istighfar për tije. Dhe ta shojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, hadith ka transmetuar Imam Buhariu, Ibrahimi zdorzohet as në kiamet. Zdorzohet. Allahu gjela i thot ditën e gjikimit Ibrahimit a.s. O Ibrahim, atë kum ndërua, thot po o Zot, ama baba. Babën, dheri sa Allahu subhanahu wa ta'ala janë zirë siretin e shpirtit Ibrahimit, atërë kure sa shfar shpirti ka pas të keq, thot mere për zanë. Por këtë asyje Muhammed a.s. shumë u koni mëshirshëm të ndërum gjemat. Sa prej neve thirmit të Muhammed a.s. dhe të Ibrahim a.s. Dërko që në zemrat tona ka shumë vrasësi, shumë e gërsi. Njerëz flet me babën e vet, me xhallarët e vet, me kushërit e vet, apo dhe pretendon se Muhamedi sa më ka mësuar çështu. Jo të ndërum xhamat, Muhamedi alayhi salatu wassalam akon shumë i mëshirshëm. Ibrahim alayhi salam babës vet pagan, fabrika e idhujve i ka thonë astaghfiron lek, ka me kërku falje për ty. Sa kon babë i mëshirshëm. Allahu xhallahu e ka përshkruajtur Ibrahimin në Kur'an, Allah, shumë ka bë, kuku për mua, inshallah Zoti na pson krejtve. Për këtë arsye dallimi i cili përgjithësia cila është se shumë ka qenë mëshirshëm dhe ka bëj istighfar për familjarët e vet. Ibrahim alayhi salatu wassalam çfarë ka bë? Ibrahim alayhi salam e ka ndërtu Qabën dhe Muhamedi alayhi salam e ka rindërtu Qabën. Dhe kjo është ngjashmëria. Kibla e Muhamedi alayhi salam është Qabja, kibla e Ibrahimit alayhi salam është Qabja. Imam të njerëzimit janë dy, Muhamedi alayhi salam dhe Ibrahim a.s. Tjetra, dyt e kanë lënë vendin e vet. Edhe Ibrahim e ka lënë Irakin, edhe Muhamedi s.a.s. e ka lënë Mekkën. Sepse nuk mundet pe mrinje kulmin e mirësijës të Zoti pa e lënë senin më të dashëm të ti. Seni më i dashëm të njerit cili atë ndërum xhamat, vendlindja, adhëjo, çati ngjiz, çati kinis, kit kujtimet i ki çati. Allahu gja sigur e ka shkput për e vladit, ka thonë në e thikën, pasaj ka thonë le e venin. Që qka ka dishka dashme këtë tja kpute, të jesë në fund veç Allahu subhanahu wa ta'ala. E pasaj komplet këtë qka ja ka mor ja këthen. Ja këthen edhe ja shumë fishon. Apo, andaj shiko, qati ku ka konë veç një njeri, apo, Qabja vet, Ismaili Hajeri, ta prejna. Para me në me pas mos me paskoni Ismail alayhis salam, si et ke kurkush. Po për shkak se ka zbatu urdhrin, sot pritet ran me shku Qabë. Me miliona njerëz. Me miliona, Allah ja shtot nderin Qabë që Rabbul Alamin. Por çfarë arsye të ndërum xhamat? Se ka zbatu urdhrin. Ka thon prej e ti është çka të bëj ule. Çai ka bë? Sot me miliona, miliarda njerëz mastina, bitë tina presin ran me boni tavaf shpinë Allahu subhanahu wa taala. Shpinë Allahu xhelel xhelalu. Andaj shiko, për të bë pris i njerëzimit do të milion qefët. Nuk mund është i kitë qefët tuaj që në ven
Këtë karakteret e tua do mi që në vend Qishta ka ti kanza, edhe në fund këtë njës me dasht. Jo, për me dasht njës dush milan këtë gjërat e tua. Tjeta cila dhe zërë, dalimin mes gjashmëria mes Ibrahimit a.s. dhe Muhamedit a.s. Duaja për bereqet. Muhamedi sa ka qenë shumë i bereqetshëm, edhe Ibrahim a.s. ka qenë shumë i bereqetshëm. Allahu i ka rujt të dit. Para mendoj janë kanë në fabrik të idhujve 360 idhuj janë kanë në Qabe para se me u bo Muhamedi s.a.s. pejgamber. Tut këjtat adash mirëzu. Të ndërum gjëma 360 idhuj të mëdhoj. Një idhull i be për ta Zot me rëzu. Zot komplet. Aja si Zotin me rëzue. Apo? Të ndërum gjëma të dojla këtë mesele. Me rëzu gjamiën nuk ka me rëzu Zotin. Jo, është një shenje Zotin. Shpia Allahut, po kjo është simbolike. Nuk ka shpi që sikur shpia unë e kur rinë shpi. Jo, kjo është simbolike. Ama te ata me rëzu idhullin Allah, Zotin e ti e kërëzue. A mund shme arru sa zara ka pas Muhammed a.s. Njëtë edhe Ibrahimi a.s. Jo rasisht e kanë gjujt në zarmë. Një mujt dit e kanë kollë zarmin për me gjujt në ta Ibrahimin a.s. Dalimi me styrë cila është se Ibrahimi a.s. ja ka vendos Allahu subhanahu wa ta'ala kabullin tokë. Edhe Ibrahimi është i bom kabull, edhe Muhammed a.s. Andaj ti e shef për shembull sot. Nëse përmen Ibrahimi këtë e pranojnë, edhe nëse përmen Muhammed a.s. këtë e pranojnë. Edhe ata që ka besojnë se që jam pejgamber, ajo është dijet, e shhedu en la ilaha illallah, e shhedu Muhammed Rasulullah, kjo është kodi. Po dhe ata që ka besojnë që pejgamber, thënë pejgamber i muslimanëve. Namin e ka Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I kanë ngja edhe njëri tjetrit fizikisht. Ibrahim a.s. ngjan me Ibrahimin a.s. E kanë ndjek një fe. Millet Ibrahimit, millet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, prej gjërave që bashkohen Ibrahim alayhis salam me Muhammed alayhis salam është edhe çfarë? Është edhe se janë të partë që nderohen në ahiret. I pari që ka veshet me tesh në ditën e kiametit është Ibrahim alayhis salam. I pari që ka hinë xhennet është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kush i ndjek këta dy pejgambert me izin Allahu te bareke ve teala shpëton në ahiret. Gjithashtu vëllezër, prej gjërave që do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala për Ibrahimin alayhis salam është edhe gjendja fetare për rrethanat ku ka jetu Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam ka jetu dhe ka lind në Irak, në Mesopotamin e vjetër, në mes dy lumejve. Apo aty ka lind dhe ka qenë vendi me mas shumë të qytetëri barabar me Egjiptin. Andaj Ibrahim alayhis salam ka udhëtuar në këtë gjeografi: Irak, Egjipt, Palestinë, Qabe, Mekke. Vini edhe njërë. Irak ka lind dhe që aty e ka bo davetin. Pastaj ka shku në Egjipt. Pastaj do të shohim se ka shku edhe në Palestinë, se janë nga. Dhe pastaj e ka qu njërin prej djemve Ismail a.s. në Qabe. Dhe kur i ka vendos këto vendet e lëvizës vetë, që tu e ka bo pastaj edhe lëvizën e vetë, herë në Irak, herë në Egjipt, herë në Qabe, edhe në Palestinë. Këto janë vendet ku ka lëviz Ibrahimi alayhis salam. Cila ka qenë, të ndëruam xhamat, gjendja fetare edhe politike, shoqërore, arsimore, bashkëtorë, familjare, ku ka jetu Ibrahim alayhis salam? Çka ka ndodhur? Iraku është vendi me mas shumti pagan dhe adhurime të vjetra që i ka gjetë edhe sot historia. Pra, shkrime, gravitete, slogane, piramida, bashkë me Egjiptin, faraonat dhe mbretrit në Nemrudin në Irak dhe faraonin në Egjipt. Këtu janë adhurue shumë idhuj. Andaj këto vende, qytetrimet të lashta, Allahu xhelal i dërgon pejgambert mund këto vende. Për çfarë arsye? Që të shkullët e keqja pin rrojë. Para me në me pacu në një katun. Kjo e qënë po, i baza orta. Andaj ka dërgu pejgambert në qytete. Dhe thirrjet bëjnë qytete. Dhe baza e thirrjeve në islam është qyteti. A dhe do shojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, shumë shkurtimisht, sepse koha në kam barua dhe tash koha dimrore ndoshta edhe
na merr kohë, mirë po shkurtimisht do të mundohemi që të rumbullaksojmë ligjëratën brenda një ore. E para të ndëruar xhamat, gjendja fetare në kohën e Ibrahimit alayhis salam kur ka lind ai në Mesopotami, në mesin e dy lumejve. Apo në Irak, gjendja fetare është një adhurimi i idhujve dhe planeteve. Ata si e kanë ndërtu këtë punë? Kanë thonë, ky univers e drejtojnë shpirtat që s'shifën. Disa prej tyre, të cilët quhen Sabi'e, kanë besuar në Zot, ama jo në Allahun xhelle xhelalu që kishën e njoftë në. Pastaj çfarë kanë thonë, ka shpirtra. Këto shpirtrat na si shohin. Këto shpirtrat i drejtojnë yjet, e këto yjet na i shohimi, e këto yjet do të më adhurojë. Vini edhe një herë këtë lëvizje. Ka thonë, botën e drejtojnë disa shpirtat të mirë, edhe janë do të këqi që luftojnë me të mirët. Për me shkuna ka hajri, duhet më adhuru këto të mirët. Por na këto nuk i shohin edhe s'dina që ishme adhurue. Çka bojnë? Ka thonë, këto i drejtojnë yjet, universin, dillin, hanën, apo. Dhe këta yje janë në urdhat e këtyre shpirtrave. Nëse na i përcjellmi këto yje dhe bëjmë figura për to, ata na janë në rregull. Andaj për çdo yll kanë bën një simbol në tokë dhe i kanë adhuruar. Andaj adhurimi i yjve edhe njerëzve të vdekët, që i thot Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah, është baza e shirkut në Islam. Pra Islami problemin kryesor me paganët ku është në dy baza: adhurimi i idhujve, një, dhe adhurimi dekmive. Çish vjen deri te adhurimi dekmive? Kështu. Një njëri ka adhuru idhullin shumë, yllin, Jupiterin, dillin, e kështu me radhë. Dhe vdeski. Edhe ky faktikisht me ta tënë vot takvoj madh. Tashtu i kanë dy mundësi. Një mu drejtu ka idhulli madh, ka ylli, apo ka dilli, edhe me adhuru edhe këtë takvalien të këta, i cili e ka adhuru dillin. Kur vdesi ja bojnë edhe këtina pasaj një figurë. Me që të dy gjëra është ballavaçu Ibrahimi a.s. Cilat kanë qenë yjet që mas shumëti i kanë adhuruar? 7 yjet planetet të cilat ata i kanë adhuruar. Pastaj normal sot janë zbuluar edhe gjëra të tjera të cilat i ka zbuluar shkenca. E para e kanë adhuruar diellin, 7 planetet. E kanë adhuruar hanën, apo do të shohim debat pastaj Ibrahimi a.s. E kanë adhuruar Mërkurin, planet i njohur, yll i njohur. E kanë adhuru Afroditën, pia yjeve të njohura. E kanë adhuru Marsin. E kanë adhuru Jupiterin, çka quhet e enti. Edhe e kanë adhuru Saturnin, e shtun. Këto ditët e javës të na janë vendosur në bazë të traditës greke. Apo, andaj e quajnë e premte, e shtun, e ente, e han. Ana çikena në fe, çikena në fe. Që ti dajnë të ndërum xhamat, sepse kjo të le. Apo sa prej muslimanëve thot zatet me të premten. Kjo është e lehtë, edhe pse nuk ka problem, mos ta keq kuptojë dikush. Po këto sa për ti ditë pi ka vin. Por ndryshe fetarisht çish janë ditët. Fetarisht ditët çish janë. Ditët janë nis el ahad. Dita janë nis prej dillës. Ahad, ithnain, ehan, pastaj thuletha e mart, arbia e mërkur, Khamis e pesta, me radhë për ditës, e etja, el gjumua, gjumaja, apo, sepse qatë ditë kim ledhe Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzimin, edhe tjetra, e sept këputja. Sept qka ha? Me nalë. Që tu nalët, pasaj prap janis, ahad edhe njëherë. Që tu janë fetarisht të ndërum gjëmat, që të dinë se në Ramazan. Dhe jo rasisht që tu po banë dhe shumë për problemeve. Apo, që të thasë nuk po dojnë me bo këtë polemik, po duhet besimtari me e kuptu se çështjet fetare merën pi fejes. Çështjet fetare merën pi fejes, jo pi ylleve, jo pi astronomisë, pi fejes. Që që ka lënë Allahu xhele xhelalu. Pra muaji në Ramazan është honor, jo djellor. Është i lidh me ibadet, hilal. Andaj Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullahu taala thot, krejt sahabët fjalën e Allahu xhele xhelalu në Kur'an, yeselunaka anil ahilla, pysin ti për hanën, pse nisë vogël rritet zvoglohet, nisë vogël rritet zvoglohet, çfarë? E kanë kuptuar çka shihet me sy. Po kjo është temë tjetër. Çka do të kuptojmë?
çështje duhet t'i lidhim me fe. Marrë një sen tjetër, të ndëruam xhamat. Sot lindja dhe perëndimi, i kujna? Çka çujmë na lindje dhe çka çujmë perëndim? Çka çujmë lindje dhe perëndim? Lindja dhe perëndimi janë relative. Janë relative. E djathta dhe majta janë relative. Tash kjo është ana jeme e djathtë, kjo është jeme e majta. Mu këti kana tjetër i bje. E djathta na don, e majta këto. Apo. Por këtë arsye, sot për shkak se me udhëtsin e botës nuk udhëheqin musliman, nuk i drejtojnë musliman, nuk i dajnë gjërat që i ka dao pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sa çish e ka dao dunjën, të ndërum xhamat, çe ka dao pejgamberi sa dunjën? Çao bën midis. Apo, ka i bje djathta për çapën që janë e djathtë. Ka i bje majt për çapën që janë e majt. Ka i bje veri për çapën që janë është veri, ka i bje juk për çapën që janë juk. Ama sot na për shembull nuk e matna me këta. Për çfarë nuk e matna? Sepse neve që tërkush ne ka diktue gjërat. Po e lutim Allahun xhelal që Allahu ti bë musliman vendin e vet ku janë kanë. Që gjërat vinë çatë që duhet. Po këtë arsye do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala se si është ballavaçu Ibrahim alayhis salatu wassalam me adhurimin e idhujve. Tjetër çka e ka veçue rrethanën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam në Irak ka qenë adhurimi i idhujve. Çfarë idhujt të ndërum xhamat? Pitë më i vogël që ka marrë në dorë, deri te më i madhi që ka smunën me mbajt 5000 veta. Çka ka bë? Sa xhamia e madhe, edhe më e madhe, sa piramida në idhull. O ndresh me muaj të tërë. Andaj s'kam pritue. Kur janë idhnuar me Ibrahimin alayhis salatu wassalam, çka ka thonë mbreti? Harriku, xhegne. Shënë zarm. Ka thonë ka dal, mos ta xhegna më një herë. Sa i zarmi, për sa ka sa duhet zarm të ndërum xhamat për me kollë njëri? Sa duhet? Një saat, 5 minuta e kall. Një muj dit e kanë kall zarmin. I kanë bëhos me rak se në të mdoja. Jo ka thonë të bëhot zarmi madh, se mlefi o koni madh. Andaj kanë bo idhuj të mdoj dhe i kanë nu në dyrë të palateve. Sa e ki pas pijën qaq, i kanë nu idhuj të mdoj, idhuj të mdoj dhe i kanë adhuru puta të ndryshëm. Andaj Ibrahim alayhis salatu wassalam i ka thyj ato. Vesh njani ja u kalon. Njani më të madh, ja u kalon. Pse u kalon? Që t'ju thoje, ki madhi, hidhe maj madh, Zoti maj madh juve, s'ka i Zoti mi majt, këto unë ja u thajva. Për këta që të shumë e lenë Allahu te bareke ve teala adhurimin e idhujve. Prej veçorive të gjërave që të ka ndodhë në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ka qenë adhurimi i mbretnive. I kanë bo sejdën e Nemrudit, njerit. I kanë bo sejdë, ruku. Andaj kur ka shku Ibrahim alayhis salatu wassalam, si ka ro sejdë? Dhe ka problem për ta. Andaj ka thonë, kush është Zoti jot? Ka thonë Allahu. Cili Allah? Dhe ka nisë pasaj debatë. Do shohim elen Allahu te bareke ve teala. Këtu do të kemi shumë detale tash, mirë po, edhe pse ju ka shlu buka, po bukën skurçisën e hani pa orë iftari. Kështu që e kuptoj që angushtu koha, mirë po, këtu ka shumë detale, s'mujna me detalizu shumë, që ta kuptoni vetëm skenën e madhe. Kanë adhuru idhuj, kanë adhuru puta dhe kanë adhuru njeri, mbretin. Aja unë karrike, ato kanë rosejtë. Ka rosejtë, janë që ruku, ka rosejtë, janë që ruku. Kur ka ardhur Ibrahimi, o shka rosejtë? Thonë i bi Allahu xhelel xhelalu. Andaj ka dalë problem me ta. Pasaj kanë bo i badet qfar? Kanë prej kurban për idhuj. Dhe kanë prej evlat për idhuj. Dhe kanë bë marrëdhënie intime për idhuj. Qa i bje kjo? E pret një deve mangat Zotit putit. E pret një dele afrohesh nga të putit. Edhe trunë puti. Pastaj s'ki që ka me prej. A do mu afru shumë po, i ki 10 evlat qoj e një preje. Dhe i kanë mërë të panat, kanë bo zhurmë. Se fëmija ka kajtë me preje, para idhullit. Andaj, a piship një sot që të shka bojnë, i afrohen shejtanit të ndërum gjëmat. Prejnë evlat, haj njerëzi, për mjë afru shejtanit, Allah i në rujtë, ja Rabbel Alemin. Andaj kjo fejtë të ndërum gjëmat, sa e miro. Sa i runë, sot të ndërum gjëmat, si islami që ka e ru njerëzimin kur gjo. Andaj ka me pas nevoj njerëzimi pa tjetër me artë islami. Se mës me kanë islami bin kret. Andaj i kanë adhuru idhujt me prejnën e kurbanave. Vesh një sen se kanë ban për idhuj, s'kanë agjeruhe. Aja pa buksën rrik. Veç musliman të agjerojnë për Zotin e tëne. Allah i në bëf kabul, ja Rabbel Alemin. Veç në e lajmë hajën, pijen, mardhenjet intime dhe gjithë shka që ka të boje me trupin dhe ushimit e trupit për i Zotin Gjellë Gjellalu. Tjetër shka kanë botë të ndërum gjemat, kanë shprej, ka thonë njëra për shumë s'kam as mi, as deve, as dele. Ka thonë qysh me adhuru në idhën, s'po kam shka me thonë kurban.
ka thonë ta gjen aty një burr, shkon nga idhullit, runë e Zot, Allah e nderoft, kanë bën marrëdhënie intime që i bën burri me gruën e vet, edhe kanë thonë mos menoti për kënaqësinë, por meno për idhullin. Edhe kishe i afru të puti, që qështu ata afruan të idhujt e vet. Tjeta çfarë kanë bë të ndëruar xhamat, kanë ndërtu faltore të mëdha, që kur tinje njëri mrena mutut. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërtu xhamiun shumë modeste. Pak me pas ngrit, më pas koni madh, me ngrit dorën e prekshe çatien. Pse? Sepse nuk është sa e madhe xhamia, edhe ti më i devotshëm, jo. Ti adhuron Allahun që nuk e sheh. Rabbul Alamin, Zotin e Arshit. Ata xhamia të vogla ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po njerëzit mëdhej ka po. Sot na kena xhamia të mëdha. Ama njerëzit nuk janë në raport me atë xhami që ka ndërtuar. Andaj ka thënë alaihi salatu wassalam, para kiametit do të zbukurohen xhamiat, kanë mushpras për muslimanëve. Allah na bëfi muslimanëve të mirë ya Rabbul Alamin. Andaj kanë ndërtuar të ndërum xhamat shumë prej faltoreve të mëdha, të cilat i kanë trajtuar në dy forma. Forma e parë, adhurime faltore me zotat e tokës, edhe faltore me zotat e qiellit. E kanë vizatuar në bazë të tyre se që kjo është ylli i madh dhe ja kanë bërë një put në tokë për me adhurue. Çfarë emra kanë pas zotat e tyre? Kanë shumë, por përmend disa prej tyre. Njëri prej më të mëdhave zotat që i kanë quajt ka qenë Il. Elif Je L. I J L. Il i thonë kështu. Il. E kanë pas zotin më të madh që e kanë adhuruar. Apo, do shojmë pasaj ku dim të debati që e ka thyje Ibrahimi alayhi salatu wassalam. E kanë pas një zot, e ka pas emrin Baal. Dhe këta ka përmend Allahu te bareke ve teala në Kur'an. Ka thonë apelini Baalin për dikant tjetër dhe e ka demantu Allahu subhanahu wa taala këtë bindje. Gjithashtu e ka pas një zot emrin të ndërum xhamat, ku thonë zot vini re. Mbas perceptimit besimit tëne. Të na nuk o zotaj, të na ja guri. Ama mbas perceptimit, ama mos t'ju tingëlloj gabim. Zot mbas besimit, ai beson si zot ata. Na nuk e besojmë si zot, na kena Allahu xhelel xhelalu. Zot një i vetëm, i cili merr adhurimin. Po kur themi zot më i madh, më i vogël, se ata çashtu i kanë bë. Zoti i madh, Zoti i vogël, Zoti i qiellit, Zoti i tokës, Zoti i detit, Zoti barnave, kështu më radh barishës, këti kanë bë zota të nda. Kanë pas zotat të cilët kanë pas të bëjnë me shiun, Zoti i cili ta bie vladin, Zoti i cili ta runë vladin, Zoti i cili ta ushin baktien, e kështu më radh prej zotave të ndryshëm të cilët i kanë pas në kohën e vet. Shkurtimisht, çish ka qenë gjendja e shoqërisë në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Kanë qenë të ndarë në disa prej kategorive. Kategoria e parë, cila ka qenë kategoria ahra, njerëzit më të mëdhoj. Cilat janë këta njerëz? Këta njerëz janë udhëhecat. Këto janë adhuru, këto janë ju kanë bëj ibadet. Këto janë njerëzit lirë. Këto kanë thonë na gjakin tjetër e kena. Këto janë të cilat a dash kur t'ja preksh dorën me mor bereqet. Çto janë kanë klasa më e lartë. Klasa e dytë ka qenë klasa e mesme. Kush janë qenë këto? Askert, ministrat e mbrëmshëm, ministrat e jashtëm për mbajtjen e shtetit, ushtarët. Këto janë kanë as nalt as poshtë. Edhe hizmeqar po edhe nga të mbretit. Këto janë kanë midis. Edhe shkalla, klasa e tretë e njerëzve janë kanë shumica e njerëzve punëtor. Këto janë veç takat, s'kan pos drejt. Për kur gjo, pos shka i jot, i thot mbreti. Këto janë konë shkelt mas shumë të piketve. E sot për shembull i kemi disa prej pikave të ngjashme, do të t'i përmendim me lein Allahu te bareke ve teala. Çish ka qenë çështja familjare, janë martu, e kanë pas kusht me lip çikën, me ta dhon baba dhe me dhon një dhuratë. Edhe ajo që ka quhet na kërkimi i vajzës te velia, pastaj dy dëshmitar jepet mehri edhe martohesh. Edhe në kohën e tyre ka qenë mirë, po për dallim nga kjo, cila ka qenë zinaja dhe amoraliteti ka qenë shumë i përhapur. Tepër i përhapur. S'ka qenë hiç kur gjë me bozina, hiç kur gjë, shumë normale. Jo rasti të ndërum xhamat, Kur'ani krejt çështjet që i ka rregulluar para kiametit që rregullohen. Andaj ti e sheh se piku janë nisin pite zinaja, pite rakia, pite gjëra të i kanë rregulluar pejgamberët. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot mos e prishni tokën pasi që e kemi rregulluar. Dhe për këtë vëzë ka shumë detale, tash më sjellni shumë debate se si kanë bën martesat e tyre. Me rëndësi është që kanë pas martesa të cilat janë quajtur martesa legale dhe ka pas bota e cila ka qenë bota e zinajës. Çeta çfarë kanë bë? Kanë pas shumë festa.
Festa për këtë zot, festa për atë zot, festa për qiell, festa për tokë, festa për ushtar, festa për mbretin, festa për ministrat, festa për ata të cilët e kanë bëhe këtë figurë kështu me radhë dhe janë mbledh. Çto festa i ka shfrytzuar Ibrahim alayhis salam për me i demantuar. Tjetra cila kanë qenë shkollum. Kjo shumë e rëndësishme. Kanë qenë shumë të shkollum. Kanë ditë shkrim, kanë ditë lexim, kanë shkruajt shumë gjëra të cilat sot shkenca henes ata para mendo pikuri kanë zbulu i jetë dhe i kanë ndjek ato. E kanë ditë se çka yll kur lëvizet çështu ndodh. Apo pastaj kur e kanë pasur diçka po shkon çashtu, ka thonë hajta adhurojna. Andaj sot shkenca për shembull neve na thot, ne kemi zbulu gjërat. Jo, ju keni zhvilluar gjërat. Po ndryshe këta kanë qenë shumë shkollum. E që i bije se me qeni shkollum, jo domosdoshmërisht i bie me kanë rrugt Allahu te bareke ve taala. Domthon kanë ditë shkrim, kanë ditë lexim, janë shkolluar, kanë pas shkolla të ndryshme, ka pas shkolla e mbretit, ka pas shkolla e mesme dhe kanë pas shkolla të cilat i kanë mësuar njerëzit nëpër shtëpiat e tyre. Çish ka qenë çështja politike, mbret, ushtar, njerëzit thjesht. Edhe një herë, çështja politike, mbreti e prat meselën, ka pas do njerëzit afërt, ministra, ushtarë, se t'ja kanë bo renin dhe atë të tjetë se s'kan guzu zonë me bo. Edhe kanë thonë Zotin e mrudi, ai e di mas mirti. Kjo të ndërum gjemat edhe shumë të tjera për shkak se koha na ka përfundue. Shkurtimisht ishte një hartë, çka të flasim, ku do të cilemi dhe çfarë do të mësojmë nga historia e Ibrahimit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që në këtë Ramazan të kalojmë ditë të mira, kalojmë net të mira. Na mundson Allahu që ta leton agjërimin, na leton namazet, na leton leximin e Kur'anit. Na mundson Allahu subhanahu wa taala që ti mësojmë historitë e pejgamberëve tonë, ta mësojmë historinë e Ibrahimit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala këtë musliman ku që janë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrahë, sidomos ata vëllezërit tonë të kanë skambje dhe kanë luftra dhe kanë siklete, Allahu t'i mbron, Allahu t'i përkrah. Ata zullumqtar që bëjnë zullume, Allahu në mesvetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.